tërheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. 2. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Këto kërkesa ende nuk e ka një përgjigje nga qeveria, por Partia Demokratike nxitoi të rreshtohet pro tyre. Kreu i PD Sali Berisha tha se opozita bie dakord me idenë e një qeverie tranzitore apolitike. Mbështetja ndaj tyre përbën një nga motivet më themelore të angazhimit ton total, jo me simbolet dhe sloganet tona, por si antarësi dhe mbështetës të Partisë Demokratike bazuar në fibrën qytetare. Diasporës i kërkon të vijojë të bëhet pjesë e protestës kundër kryeministrit Edi Rama me shpresën e largimit të këtij të fundit. Edi Rama duhet largohet 1 minutë më parë, edhe prapa diellit të shkojë. Shkon si një hajdut i pashoq, i kombit ti. Ndërsa parlamentit, edhe pse mes një agjende të ngjeshur të ligjeve për integrimin, i kërkon të ndërpresë çdo aktivitet dhe të marrë në shqyrtim vetëm kërkesat e protestuesve. Insistojmë që parlamenti të ndërpresë çdo lloj aktiviteti tjetër dhe të merret me trajtimin e kërkesave të drejta të protestuesve, të protestës së rinisë dhe qytetarëve shqiptarë. PD depozitoi këtë të martë edhe një tjetër kërkesë për mocion me debat mbi kërkesat e protestuesve. Selia Blu kërkon që seanca për mocion me debat të zhvillohet të njëjtën, pasi këtë javë nuk do të ketë seancë plenare.